Besim Aliut, të cilët do na njohin me motin që do ta kemi sot, por ndoshta edhe një parashikim pak më të gjatë për ditët e vazhdim. Mirë, përshëndesim me njerë, Mirëmëngjesi. Drejton edhe Besim, po ja u kalojmë linjën me njerë. Po, mirëmëngjesi edhe nga ana jonë për juve në studio dhe për të gjithë teleshikuesit tanë. Pra do t'japim informacione të rreth parashikimit të motit për këtë javë, por që do ta pyesim Besimin ndoshta edhe për një afat paksa më të gjatë, sepse jemi në fund të këtij muaji dhe çka na pret muaji prill. Por fillimisht parashikimi i motit për këtë javë nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës dhe më së miri për këtë do të na flet Besim Aliu, meteorolog. I nderuar, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi për ju dhe shikuesit që po na përcjellin. Atë çfarë moti na pret gjatë kësaj jave? Po, sipas parashikimeve, si duket, skenari i vitit kaluar nuk do të përsëritet, ku me 6 dhe 8 prill kemi pas temperaturat minus 7 gradë Celsius, gjë që ka pasur efekt shumë negativ në fushën e premtarisë dhe në përgjithësi në fushën e bujqësisë. Kjo javë do të jetë kryesisht me temperatura mbi 0 gradë, në viset e larta do të jenë rreth 0 gradë, kurse në viset e ulta minimalet do të lëvizin nga 1 deri në 5, kurse maksimalet nga 5 deri në 11 gradë Celsius. Do të ketë erë kryesisht nga pjesa veri perëndimore, shpejtësia së cilës mund të arrijë nga 1 deri në 9 metra për sekond. Dita hënë, sot minimalet kanë lëvizur nga 3 deri në 5 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin nga 6 deri në 9 gradë Celsius. Do të ketë erë kryesisht nga pjesa veri perëndimore, shpejtësia së cilës mund të arrijë nga 1 deri në 8 metra për sekond. Do të jetë pra motor kryesisht me vranësira, të cilat do të takojnë shtresës së ulët dhe shtresës së mesme të troposferës. E marta do të jetë me motor kryesisht të vranët dhe vende parashikjet që kemi riga shiu, kryesisht në pjesën e dytë të ditës. Temperaturat minimale do të lëvizin nga 1 deri në 3, kurse maksimalet nga 6 deri në 9 gradë Celsius. Do të fyjë erë nga pjesa veri perëndimore, shpejtësia së cilës mund të arrijë nga 1 deri në 7 metra për sekond. Të mërkurën parashikjet që kemi motor kryesisht të vranët, me vranësira të dendura. Temperaturat minimale parashihen që të jenë nga 1 deri në 4, kurse maksimalet nga 5 deri në 7 gradë Celsius. Vranësirat gjatë ditës do të shoqërohen me reshje shiu të intensitetit të mesatare deri të lartë. Do të ketë erë kryesisht nga pjesa veri perëndimore, shpejtësia së cilës mund të arrijë nga 1 deri në 8 metra për sekond. Dita e do të jetë me motor kryesisht të vranët dhe me reshje shiu, temperaturat minimale nga 1 deri në 4, kurse maksimalet nga 7 deri në 9 gradë Celsius. Do të ketë erë kryesisht nga pjesa veri perëndimore dhe veri lindore, shpejtësia së cilës mund të arrijë nga 1 deri në 9 metra për sekond. Dita e premte parashihet që të jetë me motor kryesisht të vranët dhe me riga shiu, vende do të ketë riga shiu, temperaturat minimale do të jenë nga 1 deri në 4, kurse maksimalet e ditës nga 8 deri në 11 gradë Celsius. Do të ketë erë kryesisht nga pjesa veri perëndimore dhe veri lindore, shpejtësia së cilës mund të arrijë nga 1 deri në 7 metra për sekond. Kur pritet që të kemi rrezet e diellit? Kjo javë nuk parashihet, mund të ketë vetëm intervale shumë të shkurta me diell, kryesisht në rrafshin e Dugaxhinit, por përgjithsisht java do të jetë e vranët dhe mesi i javës do të ketë rreshje të intensitetit mesatar deri të lartë, të mërkurën dhe të ajtë. Sa i përket rajonit? Sa i përket rajonit, sipas Institutit Hidrometeorologjik të Maqedonisë, atje temperaturat do të jenë në viset e larta nga -2 deri në 6 gradë, në viset e ulta kurse maksimalet nga 7 deri në 15 gradë Celsius. Edhe atje nga dita e martë, e mërkurë dhe ajte, parashihet që kemi rreshje të shiut. Në Shqipëri moti do të jetë pak më sa më nxehtë, temperaturat minimale nga 1 deri në 6 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës do të lëvizin nga 14 deri në 18 gradë Celsius. Fundi i javës atje edhe tani përgjithsisht në rajon do të jetë me kushte stabile, meteorologjike dhe me rritje të temperaturave. Mali i zi parashihet që temperaturat nga 0 deri në 5, 0 në viset e larta, 5 në viset e ulta dhe mesatare, kurse maksimalet nga 8 deri në 18 gradë Celsius për rreth vijës bregdetare. A janë kushtet përshtatshme për bujqet? Po, se po i afrohemi mbjelleve pranverore. Sigurisht se do të jenë kushtet shumë të mira agrometeorologjike, pasi që thashë edhe pse më herët ka pasur tendenca që kjo javë të jetë me temperatura rreth -2, -3 gradë Celsius, por që parashikimet e reja tregojnë se java do të jetë me vlera pozitive dhe thashë që skenari i vitit kaluar nuk parashihet të përsëritet, sepse viti 2025 do të mbahet mend për temperaturat të ulta që kanë qenë në muajin prill. Besim, faleminderit shumë për gjitha këto informacione që i solët për teleshikuesit tonë. Me ndershosh mundar.
Ky ishte pra parashikimi i motit nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, gjithsesi nga stacioni meteorologjik këtu në Ferisaj. Faleminderit Dritan, falenderojmë edhe zotin Aliu për gatishmërinë për qenë me shikues të programit të mëngjesit sa herë që është nevoja. Faleminderit.